بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله باب ما جاء في غسل البول. Transmetimet mbi pastrimin me ujë mbas urinimit. Pra Imam Buhariu të sjellë në këtë kapitull hadithet që flasin për pastrimin me ujë mbas urinimit. قال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحب القبر كان لا يستتر من بوله ولم يذكر سوى بول الناس. Në hadithin që u përmend më herët, thot Imam Buhariu, u përmend hadithi nuk pastrohej prej urinës së tij. Domethënë bëhet fjalë vetëm urina e njeriu. Po mirë nëse ka në rrobën e njeriu urinë kafshë. Nëse është prej kafshëve që ju hahet mishi, urina e tyre, qoftë trash apo hot, konsiderohet e pastër. E pastër, pra me kuptimin që njeriu po të jetë në fushë dhe ka shkel baj globe për shembull dhe theni, nuk obligohet me u la, sepse ama nëse është urinë një kafshë që nuk I hahet mishi, duhet pastrohet. Pastaj ka përmendur Imam Buhariu hadithin e Enesit radhiyallahu anhu عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تبرز لحاجته أتيته بماء فيغتسل به. Anas ibn Malik pra tregon se I dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam kur shkonte të bënte nevojën e tij, unë I çoja ujë dhe pastrohej me ujë. Bëhet fjalë para 15 shekush, në shkret tjerë, probleme me ujin, megjithatë Islami ka ardhur për pastrimin me ujë. Ndërkohë që në Evropë pastrimi me ujë ka hyrë në shekullin e 18. S'ekzistonte pastrimi me ujë. Alhamdulillah. Pra, siç e bën uji pastrimin, nuk e bën asnjë gjë tjetër. Po mirë kur s'ka ujë, me letër, me çdo gjë tjetër që heq pislikun dhe papastërtinë. Me çdo gjë tjetër që heq pislikun dhe pastërtinë me kusht. Nuk duhet të jetë ushqim, nuk duhet të jetë gjethë I njohur me të cilin mund të ushqehen baktit, nuk lejohet që me qenë kocka. Pra ka edhe pastrimi, kur s'ka ujë ka disa kritere. Nuk lejohet që me qenë jashtëqitje kafshësh, për kafshëve që ju hahet mishi. Ka disa kritere, nuk është pa kritere. E rëndësishme uji është në top list. Edhe më e preferuar në pastrim është që njeriu pjesën lëndore të papastërtisë ta pastrojë me diçka tjetër, pra letër apo gur apo diçka tjetër, dhe pjesën pastaj që mbetet ta pastrojë me ujë. Pjesën pastaj që mbetet ta pastrojë me. Kjo është më perfektja. Po nëse e pastron direkt me ujë, është e pranuar. Nëse e pastron direkt me ujë, është e pranuar, siç është hadith i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.